nga llapaqorat e ballibullistat, kafshë të tehura me dy këmbë. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të PS-s, kryeministri Edi Rama komentoi protestat e fundit që kërkojnë largimin e tij nga detyra. Ai argumentoi se ngjarjet e javëve të fundit janë shndërruar në një fushat të gjerë sulmesh ndaj tij dhe Partisë Socialiste, e nxitur më shumë nga emocionet dhe perceptimet sesa nga faktet. Sipas Ramës, një konflikt i izoluar gjatë protestave u amplifikua në nivel ndërkombëtar dhe u përdor si simbol për të kanalizuar pakënaqësi të ndryshme politike. Ai theksoi se shumë reagime nuk lidhen drejt për drejt me Shqipërinë apo me projektet e saj zhvillimore, por me dinamika më të gjera të debatit publik global. Kryeministri u ndal edhe te ndikimi i rrjeteve sociale dhe algoritmeve, duke i konsideruar ato si faktor që favorizojnë përmbajtjet konfliktuale dhe sensacionale. Sipas tij, algoritmet shpërblejnë zemërimin, polemikat dhe skandalet, ndërsa penalizojnë qasjet e rësyeshme dhe diskutimet e balancuara. Rama pranoi se asnjë qeveri nuk është e përkryer dhe se edhe qeverisja e tij ka probleme, por shtoi se debati publik po ndikohet gjithnjë e më shumë nga mekanizma që promovojnë zhurmën mbi argumentin. Ai paralajmëroi se kjo është një sfidë e re për politikën dhe demokracinë, e cila kërkon më shumë reflektim dhe kuptim të realitetit bashkëkohor.